Tuneli i dytë i rrugës Durrës-Kukës është hapur mesditën e së premtes duke shënuar kështu dhe përfundimin zyrtar të saj të veprës më të madhe inxhinerike të infrastrukturës rrugore. Në ceremoninë e inaugurimit ishin të pranishëm Ministri i Transporteve Sokol Oldashi dhe homologu i tij kosovar Fatmir Limaj, si dhe Ministri i Brendshëm Lulzim Basha. Të tre ministrat e quajtën hapjen e galerisë së dytë të këtij tuneli, një moment historik për lidhjen mes Shqipërisë dhe Kosovës. Normalisht unë duhet të thoj që jam shumë i gëzuar, në fakt nuk jam shumë i gëzuar, sot jam shumë i mërzitur, sepse sot shënohet fundi i një projekti shumë të bukur, i një rrugë që është vërtet unike në llojin e vet, por sigurisht jam i lumtur që kjo rrugë mbaroi në mënyrën më të mirë të mundshme brenda të gjitha fateve të duhura, cilësinë e duhur, dhe do të garantoj me hapjen edhe të galerisë së dytë një trafik të vazhdueshëm. Ëndrave tjera që na presin t'i përmbushim, Sokol të jesh i sigurt që kënaqësia jote do të fillojë së shpejti, siç e di ti vetë, me tunelin e Elbasanit dhe rrugën Tiranë-Elbasan, për cilin natyrisht nga pozitat e mia si deputet i atij qarku do ta ndjek po kështu me interes të veçantë. Po s'është si kjo. Absolutisht jo. Asgjë nuk mund të krahasohet me këtë projekt, sepse ky projekt është më shumë se sa kjo rrugë, është më shumë se sa efekti ekonomik, komercial, është një projekt i shpirtit shqiptar, është një projekt i fuqisë shqiptare, i besimit të kombit shqiptar tek vetvetja. Vetë serioziteti, vetë angazhimi dhe këmbgulësia e qeverisë shqiptare për ta përfunduar këtë rrugë ka ngritur në top agjendën pjesën e Kosovës. Asnjëherë nuk do të kishte rrugë, nuk do të fillonte projekti nga Kosova, po mos ishte përfunduar ky nga pjesa shqiptare. Dhe kështu që ne po vazhdojmë aty ku ka përfunduar qeveria shqiptare për të përmbyllur një projekt të ëndrave të Kosovës dhe Shqipërisë. Dy galeritë e tunelit të thirrës kanë të njëjtën gjatësi prej 5.6 kilometrash, 13 metra gjerësi dhe 10 metra lartësi. Ndërtimi i tyre është konsideruar si pjesa më e vështirë e rrugës Durrës-Kukës. Sipas të dhënave, për hapjen e dy galerive janë hequr rreth 33 milion metër kub material shkëmbor. Tunelet janë të pajisura me të gjithë sinjalistikën orientuese dhe rrugore, kamerat e sigurisë, sistemet e alarmit dhe daljet e emergjencës në rast bllokimi. Pas 3 vjet punimesh, kompania Bektelenka me hapjen e tunelit të dytë mbyll përfundimisht rrugën Durrës-Kukës.